Dhe piten e nxorra nga fura, është bërë shumë e mirë dhe është shumë në rregull. Është një gatim shtëpie, sa të marrësh një picë për jashtë. Të dashur ndjekës, sot do pregatis një pite shtëpie, është dimër, është ftohtë. Përpara bënim pite, tash i bëjmë pica, të shohim kush do jetë më e mira dhe më e sakta. Po mu gjithmonë dal tek recetat e mia tradicionale. Kam marrë 2 kokra qep me mesatare për këtë mas pite që unë do pregatis. Me pak mish të gri, është shumë e shijshme, po çdo gjë, kjo është një lloj pite që do ta hash në moment kur del nga soba. Gjërat me brumra hajnë në moment. Qepa do zbutet mirë. Në momentin që qepa fillon dhe zverdhet, do t'i hudhim mishin e gri, që të ka vërdiset mirë me qep. Ashtu qepa pothuajse u tret, do hedhim 1 filxhon me orizë, prandaj kjo pite quhet pite me mish të gri dhe me orizë. Ja. 1 filxhon që pim kafe. Nuk do përdorim as salca, as spec të kuq, asgjë. Do ta lej me ngjyrën siç është kima. Do vazhdoj akoma ka vërdisja, do t'i hedhim nga çik ujë të ngrohtë, që të zinë përbërësit mrena. Ashtu do i hedhim rreth 2 gota me ujë, ose sa të mullohet si për kima, që të zi. Sa të marrë val, ngrihet temperatura, pastaj ulet gradualisht. Ashtu kima është në marim, do t'i hudhet pak piper të zi për shije. Ka marrë formën e dur, duhet të dalë si një punë pilafi. Tashti e lej këtë të ftofet në kohën që unë merrem me pregatitjen e 4-5 petave. Kush dëshiron, ka peta në pazar të gatshme. Tashti për pregatitjen e bazës të pites, unë kam marrë 2 gota me miell, edhe 1-2 lugë me vaj, pak kryp, pak ujë të ngrohtë, edhe kam zonë këto kuleç. Tashti merrem me pregatitjen e kuleçve, po unë po i nis me nga 2 kuleç, se duhet jetë pak peta e hollë. Kur i bë dyshe treshe, ajo del shumë, peta del shumë e shkrifët edhe të lehtëson edhe na krahët. Me kuleç kena punu gjithmonë dhe tashti nuk janë, se është petë e rëndomt, është një petë shumë e shijshme që thyhet në gojë, edhe nuk të lodh aq shumë krahët. Dhe kur ta bën dora është akoma më e mirë. Po ka dhe petë sa dush, nuk paragjykoj dhe unë i bëj dhe ashtu dhe kështu. Po sot e kam nis me qef, me e bë me dorët e mia. Në herë ma thot truni kështu, njëra kështu. Kur jam në rregull i bëj kështu, kur s'jam në rregull i blej të gatshme. Tavën do ta lyj me ynyrë, mund ta bësh dhe me tavë më të madhe, po më duhet edhe pak më e madhe, po nuk kisha, me thënë drejtën. Ajo e qelqit s'para e bot mirë, kështu që do detyrohem ta bëj te kjo tava.
Vazhdoj me tjetrën. Kjo ishte dhe peta e fundit. E vendos mrenën tavës. Ashtu I vendosim mbushjen. Tashi sobën do e hapim me 210 gradë kam hapun. Sigur do piqet pica tamam, 2 kokra kryp këtu. Dhe 1 gotë me qumësht. Vendosim. Tashi do ta spërkas pak me të lynë. Soba ju thash, duhet ta keni hap përpara, të futet në furrë të nxehtë. Vene, jo shumë edhe me të lynë, po kjo jep shumë shije. Dhe pitën e nxorra nga fura, është bërë shumë e mirë. Kjo hajt e nxehtë, po sa të mpikset pak për t'u pre. Është një gatim tradicional, jo që e kam bërë çdo shtëpi, po që është bërë dikur. Dhe pse mos e kujtojmë, na bëft mirë dhe ne.